Cili është politikani më i gjatë në pushtet? Ibrahim Rugova apo Hashim Thaçi? Që nga shpallja e pavarësisë, Kosova ka pasur disa president, por ai që qëndroi më gjatë në këtë pozitë dhe me ndikim të madh në politikën e vendit ishte Hashim Thaçi. Ai shërbeu si president nga 7 prill i vitit 2016 deri me 5 nëntor të vitit 2020. Plot 4 vite e 7 muaj. Përveç presidencës, Hashim Thaçi ishte edhe kryeministri i vendit për 2 mandate, nga viti 2008 deri në vitin 2014, çka bën një nga figurat më të gjata në udhëheqjen e vendit pas luftës. Lista e plot e presidentëve të Kosovës: Ibrahim Rugova 2002-2006, Fatmir Sejdiu 2006-2010, Atifete Jahjaga 2011-2016, Hashim Thaçi 2016-2020, Vjosa Osmani 2021 dhe ende është në detyrë. Disa nga presidentët erdhën në pushtet në rrethana të jashtëzakonshme. Disa të tjerë u detyruan të largohen më herët, por historia i kujton të gjithë si pjesë e rëndësishme e shtetë ndërtimit.